Për 2 javë 20 foshnje të vdekura, ginekologjia gjen arsye i ikë përjetësisë. Revolucioni i larëm tërverës nuk dorëzohet nga kërkesat. Alarm për val të re të refugjatëve, a është gati Maqedonia për këtë? Aksidenti rënd në Veles, 7 të lënduar. Ashensori merr jetën 7 vjeçarit në Kumanov. Ballkani do të vuajë pasojat e Brexit. Analisti server me prognozë të zymt. Bashkimi Evropian ultimatum Britanisë. Londra deri të martën të nis procedurat për largim. Vërshime katastrofale në Virginia. Obama shpall gjënjën e katastrofës. Euro 2016, Franca në çerek finale, Portugalia çoi Kroacinë në shtëpi. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Për 2 javë rreth 20 foshnjë kanë ndëruar jetë në klinikën shtetërore të ginekologjisë. E lidhur me këtë, sot foli drejtoria e kësaj klinike, duke mos dhënë ndonjë përgjigje për rritjen e numrit të vdekshmërisë së foshnjëve, por edhe për arsyet. Nga ana tjetër nuk munguan edhe përplasjet mes partive politike. Vdekja e 80 foshnjëve brenda 6 muajve në klinikën e Shkupit për ginekologji dhe rreth 20 foshnje brenda 2 javë ishte shkaku që mjekët e ginekologjisë të mbajnë konferencë për shtyp, ku nuk dhanë asnjë numër zyrtar për vdekshmërinë e të sapolindërve. Nga ginekologjia shtuan se vdekshmëria e foshnjëve është në rritje, por nëse brenda 2 javë ka ndëruar jetë një numër i madh i foshnjëve, kjo nuk do thotë që në periudhën e ardhshme vdekshmëria do lëviz me intensitet të atill. Megjithatë, këmbgulja e gazetarëve që mjekët e ginekologjisë të japin sqarime sa janë të sakta dokumentet e publikuar dhe të zbardhët numri i saktë i vdekshmërisë së foshnjëve, bëri që mjekët të shqetësohen. Ata fillimisht konfirmuan se dokumentet e publikuar janë reale, që më pas të thonë se nuk janë të sigurt sa janë valide. Iskreno žalim što se slučuvat nastani nova klinika koja ne se prima. Sinqerisht më vjen keq që në këtë klinik ndodhin këto gjëra, që nuk janë shembullore për asnjë institucion me një renome të këtillë. Publikohet dokument mjekësor zyrtar që është sekret zyrtar dhe profesional. Nuk mund të komentoj për vërtetësinë e dokumenteve. Absolutisht ne nuk fshehim asgjë. Kjo është pikpamja juaj. Unë jam profesionalist i lartë për 33 vite dhe nuk lejo asnjërin nga rangu juaj që të manjullos fytyrën. Unë nuk fsheh asgjë dhe nuk e lejoj një sjellje të këtillë. Me mua kështu nuk bisedohet. Ajo se ju dëshironi të markoni është problemi juaj. To zaslužite si go bije. Zaslužite si go bije. 30 godina go nosim ovaj sistem na ramo. 30 godina. Standard. Për ngjarjen në shëndetësi, u paraqitën dhe nga LSDM-ja. Ata bëjnë thirrje ministrit të shëndetësisë Nikola Todorov të jap dorëheqje. Alarmantna je sostojbata. Samo во последните 2 недели. Vetëm në 2 javët e fundit kanë ndëruar jetë 20 foshnje. Kjo është e katastrofë për një sistem shëndetësor, për një vend dhe për të armën e tij. Ministri i Shëndetësisë, i cili mori epitetin ministër vdekja, rrejshëm e lëvdëron shëndetësinë se ajo lulëzon. Në fakt shëndetësia po rënohet dhe me këtë edhe shëndeti i popullatës sonë është në një kolaps total. LSDM-ja nuk ka kredibilitet për folur për shëndetësinë, reaguan menjëherë nga VMRO DPMNE. Nuk mund ta mbolojmë turpin dhe katastrofën që e lën me akuza të rrejshme dhe të trilluara nekrofile. LSDM-ja e la shëndetësinë me vdekshmëri pothuajse 2 fish më të lartë të foshnjëve krahasuar me sot. Në vitin 2004 shkalla e vdekshmërisë së foshnjëve ishte 13.2, ndërsa sot kjo është zvogëluar dukshëm në 8.5 promil. Për ndryshe, sipas të dhënave të enti shtetëror të statistikave, në Maqedoni në 3 mujorin e parë të këtij viti ka ndëruar jetë 61 foshnje, që tregon se vdekshmëria e të sapolindërve është në rritje të butë, sidomos kur ky numër krahasohet me 3 mujorin e parë të vitit të kaluar, ku janë regjistruar 53 vdekje të sapolindërve. Në Maqedoni, në vitin 2010 kishte 189 vdekje të foshnjëve, në vitin 2012 ky numër u rrit 229, që në vitin 2015 të ulët 197.
Protestuesit e revolucionit të larëm edhe për kundër temperaturave të larta nuk po heqin dorë nga protestat dhe të shoqëruar aksione guerile. Ata thonë se nuk do të tërhiqen nga qëllimet e tyre deri në plotësimin e kërkesave, ndër të cilat është deklarimi i gjykatës kushtetuese për kushtetueshmërinë e ligjit për prokurorinë publike speciale. Pas pothuajse 80 ditë protesta, nga revolucioni i larëm, dolën me qëndrim se dhe për kundër temperaturave të larta, aksionet e tyre nuk do ndalen. Aktivistët e revolucionit të larëm do të vazhdojnë gjatë gjithë verës, sa do të jenë këto protesta ose aksioni guerilla, ose të organizuara në vende të tjera publike. Unë nuk e di, të gjithë e dim se është verë dhe se shumë njerëz nuk ndodhen këtu, por kjo nuk do të thotë se revolucioni i larëm duhet të ngre aktivitetet e veta. Unë pohoj se nuk do të ndalemi, derisa nuk plotësohen të gjitha kërkesat tona, ndërsa kërkesa e parë është që gjykata kushtetuese të deklarohet për kushtetueshmërinë e prokurorisë publike speciale. Nga revolucioni i larëm, thonë se kërkesat e tyre për të qenë antar i PES gjatë kohës së negociatave nuk është për të marrë pjesë në to, por thjesht për të informuar qytetarët drejt dhe në kohë në lidhje me zhvillimet e negociatave. Sipas Mehmetit, madje edhe ata nuk guxojnë të protestojnë për shkak se mund të kenë interesa nga partitë në pushtet, do të marrin guxim të dalin në protesta. Ky pushtet, nëse për diçka është i aftë, ajo është friksimi i njerëzve. Ti lidh ato në mënyrë klienteliste, që të mund t'i shantazhojnë. Unë mendoj se për një kohë të shkurtë, edhe ata qytetarë që friksohen apo taktizojnë sepse në një mënyrë janë të lidhur me pushtetin, do ta ngrenë zërin. Sipas tyre, revolucioni i larëm deri tani ka qenë mënyra më kreative për shprehur revoltën e qytetarëve kundër pushtetit. Kryetari LSDM Zoran Zaev thot se çdo vit vide nga 400 milion euro nga shteti. Ai këtë e theksoi në intervistën për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se kjo shumë po të ngelej në mashëni, do të mund të shfrytëzohet për kthimin e kredive, por edhe për zhvillim. Zaev tha se partia që drejton ai është e gatshme për zgjedhje. Sipas tij, LSDM është partia e vetme që në 10 orë në Kongres miratoi programën zgjedhore, formoi shtabin zgjedhor për përgatitjen e aktiviteteve zgjedhore. Договорот од Пржино има конечна цел. Полн легитимитет на победникот. Условите се целта на договорот од Пржино. Не датумот за избори. Чумуни се нови криминални избори. Кој има корист од тоа? Граѓаните сигурно не. Затоа, регулирање на медиумите е еден од условите и тоа е минимум. Македонската радиотелевизија и Советот на Агенцијата за аудио и визуелни медиумски услуги. Вториот дел е прочистен избирачки список на кој што граѓаните ќе му веруваат. Тие два минимум услови бараме да бидат исполнети, за да може опозицијата да има фер третман за рамноправна застапеност во медиумите и, меѓу другото, граѓаните да знаат дека нивниот глас ќе има влијание врз тоа кој ќе ја добие честа да води Македонија. Значи, генерално имате два проблеми. Ndërkohë, pas intervistës së liderit social-demokrat për Radio Evropa e Lirë, reagoi VMRO TPMN duke thënë se ai sërish ka dhënë një intervistë shterpe dhe konfuze, duke nënvlerësuar popullin. Në reagim, mëtej thuhet se populli e mban mend siç nënvizohet kriminalin e abuluar Zaev, që ka vepruar në mënyrë destruktive me politikën e tij, duke përfshirë edhe çështjen e emrit. Po ashtu, VMRO TPMN thekson se populli e mban mend mirë Zaevin si kriminal të falur që promovoi idenë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në gjithë territorin e vendit si gjuhë të dytë shtetërore. Çka fshihet pas taktikës së opozitës për ngrirjen e aktiviteteve në kuvent? Për një pjesë të analistëve, ky hap është i arsyeshëm dhe paraqet një lloj presioni për përmbushjen e kushteve në marrëveshjen e Prishtinës, ndërsa për të kjo është mosrespektimi i marrëveshjes së arritur, sepse LSDM është e obliguar të mbetet në kuvent derisa të ketë zgjedhje të reja. Profesori universitar Nano Ruzhin tha se vendimi i opozitës që t'i ngrihë aktivitetet në kuvent është një lloj presioni që sa më shpejt të arrijë zgjidhje për të dalë nga kriza. Ai shtoi se opozita është revoltuar dhe prandaj ka sjellë një vendim të këtillë. Sipas tij, kjo është një periudhë tranzicioni para se të sillen vendimet, të cilat kërkohet që pushteti t'i sjellë. Nikoj ne može da ja anulira validnost. Askush nuk mund ta anuloj validitetin e PPS-s.
as reformat në sferën e medjave, e as pastrimin e listës, ndërsa nga ana tjetër gjykatat janë të partizuara. Do të thotë se kërkesat nga marrëveshja e Përzhinës ekzistojnë, por problemi është aty se të njëjtat nuk realizohen në praktik. Ndërsa profesori universitar Aleksandar Dashtevski thotë se ky vendim i partisë opozitare LSDM është të kundërshtim me atë për çfarë janë dakorduar në Përzhinë. Sipas tij, LSDM nuk mund të hyjë të dalë nga kuvendi kur të dojë, sepse në fund të fundit atë janë të përgjedhur nga populli, ndërsa për mandatet e tyre ndahen mjete nga paratë e popullit. Dashtevski këtë hap të tyre e konsideron si i palogjikshëm dhe të papërgjegjshëm. Ata kanë nënshkruar dhe janë marrë vesh që të kthehen në kuvend dhe të mbeten derisa të mbahen zgjedhjet e reja. Arsyeja të cilën e cekën, gjegjesisht që gjykata kushtetuese të sjellë vendim për PPC-n, është arsye jo adekuate për ta lënë kuvendin. Mendoj se ata, si LSDM apo si protestoj, nuk kanë dorëzuar nismë deri te gjykata kushtetuese. Prandaj është e palogjikshme që kërkojnë të miratohet nisma që nuk është e tyre, por e një palë tjetër. Përndryshe, kriza politike u bë pasi që opozita nuk e pranoi rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2014 dhe nuk hyri në kuvend. Një vit zgjati bojkoti i LSDM-s, pas çka në qershor të vitit të kaluar, u nënshkrua marrëveshja e Përzhinës dhe deputetët e opozitës u rikthyen në kuvend. Këtë herë nga LSDM-ja nuk janë të vendosur se deri kur do të mbeten të ngrira aktivitetet në kuvend. A do të mund që Maqedonia të përballojë një valë të dytë të emigrantëve, cila sipas shkrerëve më të lartë shtetëror pritet të jetë më e madhe se ajo e para. Ekspertët për çështje të sigurisë thonë se me fluksin e ri të emigrantëve përmes kalimeve ilegale mund të rrezikohet siguria në vend. Maqedonia pritet të vështrohet nga një valë e re emigrantëve. Këtë e alarmuan ditëve të fundit organet e sigurisë, por edhe presidenti Gjorgje Ivanov. Sipas tij, përveç pritjeve të numrit më të madh të emigrantëve, pritet edhe rritja e rrezikut të keqpërdorimit të kalimeve legale që do të ndikojnë në situatën e sigurisë. Të gjitha masët që janë ndërmarrë në dobi të madhe janë policët nga vendet anëtare të BE-s dhe rajonit e Ballkanit. Të gjitha aktivitetet janë të sinkronizuara. Menaxhmenti jo i krizës brenda ditës raporton për të gjitha përpjekjet për hyrje dhe dalje në rajonin e Ballkanit. Asociacioni Evropian për Demokraci Lokale, që po monitoron komunat kufitare, vlerëson se duhet të ndërmerren masa më të forta të sigurisë për të parandaluar kalimet ilegale. I think that migration is Problemi me emigrimin ilegal është se ai ilegalitet duhet të adresohet dhe të ndalohet. Ilegaliteti që del nga migrimi është i dëmshëm për të gjithë komunitetin e emigrantëve, për ne dhe për ju. Pra mendoj se detyra jonë është që të adresojmë këto veprime të paligjshme dhe të sigurohemi që migrimi të jetë i sinqert. Pra duhet të luftojmë këto veprime të paligjshme. Eksperti për çështjet e sigurisë Oliver Andonov thotë se me fluksin e ri të emigrantëve ilegal kërcënohet siguria në vend. Migracija, odnosno ilegalното pominuvanje na migrantite niz teritorията на Македонија или Emigrantët kërcënojnë Maqedoninë në dy mënyra të para. Shteti nuk ka kontrollin në atë si dhe kush kalon kufirin në Maqedoni. Dhe bëhet fjalë për pjesëtarët e Shtetit Islamik dhe çfarë do të sjellin këtu dhe ku do të përfundojnë në fund. Mënyra e dytë është ajo kur emigrantët përballen me trafikantët me njerëz, dhe ajo është një vepër penale për personat që ndihmojnë emigrantëve në këtë kalim ilegal. Pas mbylljes së shtegut ballkanik për kalimin e refugjatëve, muajve të fundit janë shtuar rastet e kalimeve ilegale të emigrantëve nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Në kampin Vino Jug kanë ngelur rreth 150 refugjat, ndërsa në atë të Tabanovcit mbi 100 refugjat. Sindikata e pavarur e policisë kërkon nga gjykata kushtetuese që të vendosë për iniciativën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së kontratës kolektive për punë të policisë kufitare. Kryetari kësaj sindikate Goce Delçev Todev theksoi se organet përgjegjëse po e shkelin ligjin për marrëdhënie pune, ndërsa sipas tij policët të disa stacioneve në kufirin verior ankohen për kushte katastrofale dhe për mëditje gjysmake. Një vit nga taktizimet e gjykatës kushtetuese dhe një vit ngecje të procesit lidhur me nismën tonë, tregon se edhe gjykata kushtetuese momentalisht është nën instruksione direkte të individëve të caktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga sindikata e kësaj ministrie. Pra, në këtë mënyrë, përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme, po diktohet tempoja që kjo e lënë të mbetet në sirtar.
Sot shënohet dita ndërkombëtare kundër torturës. Nga Komiteti i Helsinkit thonë se gjatë vitit 2015, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut solli 5 vendime rekorde kundër Maqedonisë në lidhje me nenin 3 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, gjithsesi ndalesën e torturës. Në të gjitha vendimet bëhet fjalë për torturë të kryer nga ana e nënpunësve shtetëror, por edhe pse këto raste janë të paraqitura në prokurori, për to nuk ka asnjë hetim ose hetimi është krejtësisht jo efektiv. Komiteti i Helsinkit në 3 vitet e fundit ka regjistruar disa raste të njëjta ku prokurorët nuk kanë bërë hetime efektive ose shteti nuk e ka kompenzuar dëmin. Sipas kësaj organizate, disa nga këto shembuj janë edhe sulmi brutal ndaj një qytetari në Ohër nga ana e policisë, një sulm ndaj qytetarëve të komunitetit të Rom në Lagjën Topan, rrahja e një djalit të pafajshëm në stacionin policor në Demir Hisar, rrahja e fëmijëve rom nga një siti policor Alfa, si dhe përdorimi i ujit të ndotur në burgun e Kumanovës. Me rastin e ditës botërore kundër torturës, reagoi edhe avokati i popullit, duke theksuar se në luftën kundër torturës roli i tyre është preventiv në dëgjimin e viktimave, por edhe në inkurajimin e viktimave që denoncojnë çfarëdo lloj torture. Pas 3 ditëve të kampit klimatik nga Tivaret, sot u shpallën fituesit më të mirë në garën mes 9 ekipeve konkurruese. Vendin e parë e zun 3 inovator me projektin e tyre të makinës recikluese Ribot. Ribat, makina e mençur për tejkalimin e sfidave me mbeturinet e forta, është fituese e vendit të parë në garën për luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe nxemjen e rezistimit urban. Ky projekt është shpike e ekipit të 3 inovatorëve, Tamara Dimitrova, Borko Jovanovski dhe Stojan Dimitrovski nga Shkupi, që fituan çmimin prej $10,000. Tamara Dimitrova thotë se Ribat është një aparat i vendosur nëpër markete ku mund të hidhen mbeturina të forta për reciklim, si shishe plastike apo kanaqe, dhe me hedhjen e tyre fitohen poena dhe çmime shpërblyese. Ideja fillimisht është të motivuar nga sisteme që tashmë ekzistojnë në vendet e zhvilluara të Evropës, por për shkak të situatës tek ne që është pak më ndryshe, vendosëm të kemi ndonjë pikpamje tjetër, që t'i motivojmë bashkëqytetarët tanë që të fillojnë me selektimin e mbeturinave. Stojan Dimitrovski thotë se parat nga çmimi fituar do të shpenzojnë për përsosjen e shpikjes së tyre. Pjesa më e madhe e parave do të shkojnë në ndërtimin e makinës, sepse prototipi i parë gjithmonë ka defekte dhe ka nevojë për zhvillim të më tutjeshëm. Ajo do të kushtoj më së shumti në pjesën e parave, që është shumë e rëndësishme, të përdorën në provimin e makinës, që do të mbetet e haruar në supermarket. Anëtarët e jurisë theksuan se në këtë garë ka pasur një konkurrencë të fortë për çmimin e parë. Këtë vit juria kishte një punë shumë të vështirë sepse kishim shumë ide që në vete ishin fitimtare. Ajo që na ndihmoi të vendosim ishte kombinimi i faktorëve të ndryshëm, ndikimi në mjedisin jetësor, potenciale që të realizojnë partneritete me sektorin privat, me qeverisjen lokale. Në këtë garë konkurruan 9 ekipe inovatorësh, ku vendin e dytë fitoi projekt inovativ për mbrojtjen nga BM Grimcat, ndërsa vendin e tretë e billboarde për pastrimin e ajrit. Çmimet e kampit inovativ për mbrojtjen e ambientit jetësor u siguruan nga UNDP dhe USAID në partneritet me ambasadën suedeze, Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe institucione të tjera. Sanimi i rrugëve në komunën e Gazibabës ka zgjatur më shumë se sa është paraparë me projekt. Me kërkesë të qytetarëve, ekipi televizionit 21 ishte në lagjen e 10 në Inxhikov të Shkupit, ku rruga prej disa muajve është në gjendje të mjerueshme. Banorët ankohen se kanë prishur rrugën më keqe siç ka qenë, kurse nga komuna e Gazibabës thonë se përfundimi i asaj rruge ka ngesur për arsye objektive. Pluhuri ngritet në qiell, veturat kalojnë me vështirësi në këtë rrugë me gropa, ndërsa banorët e lagjës nga pluhuri i madh nuk mund të qëndrojnë në oborret e shtëpive të tyre. Kjo gjendje është prej disa muajve në lagjën 10 të vendbanimit të Inxhikovës. Kiro Todorovski, derisa punon në shtëpinë e tij, thotë se në hapjen e punimeve për ndërtimin e kësaj rruge ishin pjesëmarrës ish kryeministri Nikola Gruevski dhe kryetari i komunës së Gazibabës Toni Trajkovski, të cilët premtuan se për një kohë të shkurtër rruga do të asfaltohet me gjithë trotuaret, por sipas tij kanë kaluar 3 muaj dhe asgjë nuk është bërë. Bësh asfalt, duhet të rrekohet vetëm oprat.
Rruga ishte asfaltuar, erdhën për ta rregulluar kinë më mirë, duke gërryer asfaltin për të bërë trotuarin. Pastaj mblodhen makineritë e shkuan e lanë rrugën në këtë gjendje. Plur ka shumë, nuk mund t'i hapim dritarët e as të qëndrojmë jashtë, sepse nuk mund të marrësh frymë. Banorët ankohen se me prishjen e rrugës, as autobusi urban nuk kalon më këndej. Gjysë orë piktumit do të me shku në të autobusi. Gjysë orë. Si ta bëjo në gjysë orë këtu të autobusi, edhe në këtë nëzëtësi që tashti, edhe jam pjesë zemrës si smut, kam 2 stene, aja është shumë punë asit, për njerin e smut është shumë keq. Tani fëmija neve në shkojnë në Hasabek, 25 mojnë në shkojnë, ba oftoft, anë zetë, ati nuk këshyrët kur gjë. Nga komuna e Gazibabës pranojnë se punimet kanë ngecur. Emilia Kiprovska, udhëheqëse e sektorit për marrëdhënie me publiku në këtë komunë, thotë se kolegët e tyre të urbanizmit në terren kanë detektuar disa shkaqe objektive të cilat kanë bërë që punimet mos të përfundojnë në kohë. Punimet janë ndërprerë në rrugën 10 në Inxhikov për arsye teknike. Në këtë periudhë janë tërhequr makineritë dhe në periudhën e ardhshme do të rifillojnë punimet. Po koha, për disa muaj do të duhet të përfundojë ky projekt. Banorët i bëjnë thirrje komunës së Gazibabës që të rikthejnë makinerinë dhe të vazhdojnë punimet për ndërtimin e kësaj rruge. E banorët e fshatit Kopanis të komunës së Sarajt 2 viteve të fundit gjatë stinës së verës nuk kanë ujë të pishëm. Ata fajin ja hedhin komunës së Sarajt dhe ndërmarrjes publike ujësjellësi dhe kanalizimi Shkup që nuk po rregullon rezervarin e ujësjellësit që furnizon me ujë fshatin e tyre. Por nga këto 2 institucione ende nuk ka përgjigje. Me ardhjen e temperaturave të larta dhe të verës në Kopanis të komunë të Sarajt nuk ka ujë. Banorët thonë se problemin e kanë për çdo vit, ku ata ngelin pa ujë, pasi që rezervari ujësjellësit nuk punon. Vetëm 2 vite pas rregullimit të rezervarit, ne kemi pas ujë rregullisht. Ndërsa, si kalon 2 vite dhe në këtë ana, ne ujë nuk kemi absolutisht, kur vjen koha e verës. Ne kemi shku në komunë, kemi bërë disa kërkesa, ndërmarrjen e ujësjelljes njëjtë kemi bërë kërkesa, kemi edhe të dëshminë se kena bërë kërkesa krejt. Ato thonë se nuk ka rrymë mjaftueshme, por menduhet një pompë që me furnizu rezervarin e Kopanisës me ujë. Për shkak të mungesës së ujit, banorët detyron të shfrytëzojnë ujin e çezmave të fshatit dhe të pusëve, por sipas tyre, uji nuk është i pishëm. Këto janë çezmat e fshatit Kopanis të komunës së Sarajt, ndërsa banorët për gati 2 vite janë në mungesë të ujit. Shkaqet kryesore akoma nuk dihet, pasi që komuna hedh topin të ndërmarrja publike komunale, ujësjellësi dhe kanalizimi, ndërsa banorët në këtë temperaturë 40 gradë Celsius janë pa ujë të pishëm. Nga mungesa e ujit në këtë fshat ka frikë se mund të shpërthejë ndonjë epidemi, pasi sipas banorëve, nga disa analiza të bërë të ujit të pusëve, ka dalë pranie e shtuar e bakterieve. Edhe këtë ujë që e shihni këtu, edhe ki nuk është i pastër. Andaj, domethënë, të gjithë ne sa banor ka këtu, të gjithë nuk jemi duke pi ujë, domethënë të shëndosh, dhe kemi frikë dita ditës se mund të ndodhë në një smundje të përhapet këtu prej ujit që po e pim na. Andaj duhet të merren masa të shpejta për rregullimin e kësaj pune, do të thonë. Vjet diçka është asama, si vjet është katastrofë më. Edhe problemi që është ujë ka. Më problemi pse punojnë. Nga komuna e Sarajt thonë se problemi me ujin duhet të zgjidhet nga ndërmarrja publike, ujësjellësi dhe kanalizimi Shkupit, por nga kjo ndërmarrje gjatë kësaj jave nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim për banorët kur mund të pinë ujë të pishëm nga rezervari që furnizot fshati. 7 vete nga të cilët 2 gra, 3 vajza dhe 2 djem u lënduan në një aksident trafiku që ndodhi sot rreth orës 12 në rrugën Liçeni Mllados në Veles. Të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetë dhe ndodhen në repartin kirurgjik në Spitalin e Përgjithshëm të Velesit, informuan nga shërbimi i ndihmës së shpejtë në këtë qytet. Sipas zëdhënëses së sekretariatit të punëve të brendshme në Veles, Anita Stojkovska, aksidenti ndodhi në rrugën e Liçenit të Mllados në Veles, kur 2 vetura u përplasën dhe më pas kanë rënë në një hendek.
Një fëmijë 6 vjeçar ndroi jetë gjatë një aksidenti që ndodhi në ashensor në një ndërtesë në Kumanov. Djaloshi 6 vjeçar ka jetuar në këtë ndërtesë. Rastin e konfirmoi policia e Kumanovës. Në vendngjarje ishin ekipet e njësisë territoriale kundër zjarrit Kumanov dhe nga ndihma e shpejtë ku konfirmuan se fëmia ka pasur lëndime të mëdha në kokë dhe se operacioni nxjerrjes së tij nga ashensori ka zgjatur rreth 3 orë. Banorët e ndërtesës së banimit theksuan se ashensori ka qenë në gjendje jo të rregullt dhe dera mbrojtëse e tij i ka zënë dorën viktimës duke tërhequr më poshtë. Ndërkohë në Kumanov ka ndodhur edhe një rast tjetër i regjistruar në kronikën e zezë. Një çift me fëmijën e tyre 4 vjeçar mbrëm në Kumanov janë përplasur nga një makinë pas një mosmarrveshje dhe zënke verbale që kishte ndodhur në rrugën Boris Kidriç. Edhe policia ka konfirmuar këtë rast duke theksuar se mbrëm rreth orës 22:30 pas mosmarrveshjes paraprake 3 persona me makinën e tipit Mercedes kanë goditur 36 vjeçarin me inicialet SA, bashortën dhe fëmijën e tij 4 vjeçar. Nëna dhe fëmia 4 vjeçar janë në gjendje të rëndë pas transferimit në qendrën klinike të Shkupit. Autorët e këtij sulmi me makinë janë ndaluar nga policia ndërsa bëhet e ditur se po vazhdon hetimi për zbardhjen e këtij rasti të rëndë. Për 2 javë 20 foshnjë të vdekura, ginekologjia gjen arsye i ikë përjetësisë. Revolucioni i larëm të verës nuk dorëzohet nga kërkesat. Alarm për valë të re të refugjatëve, a është gati Maqedonia për këtë? Aksidenti rënd në Veles, 7 të lënduar. Ashensori merr jetën 7 vjeçarit në Kumanov. Ndoshët magazinën informative 21 Live News. Për më shumë informacione, klikoni në webfaqen tonë të internetit tv21.tv. Mirëmbëngjes.